Me sloganin, stop blokadës, nëse mundet regjia të manterim, stop krizës, ndrysho Kosovën, PDK 125. Pse stop, në fakt, në zgjedhjet e kaluara ishte ma mirë, sikur nuk deshet të merreni me blokadën dhe me krizën, qa ju bëri tash me ndryshu? Po mendoj që situata tregon që qytetarët është një kërkesë e madhe, gjithandaj ku shkojmë që njerëz janë të lodhur me krizën politike të shkaktuar, dhe ajo krizë ka një emër, dhe 7 qershori ka mundësinë e madhe që qytetarët ta ndalin krizën, ta bëjnë ndryshimin politik që ka nevojë, dhe ta bëjnë ndryshimin e Kosovës, që ka të bëjë me kandidatin tonë, me Betri Hamzën, i cili, si me thonë, është një figurë e cila promovon stabilitet, e cila paraqet një person që din të arrijë konsenzus, din të bëj, si me thonë, të arrijë bashkëpunim, të bëj konsenzus, të bëj palë së bashku, që mënyrën që Kosova të ndryshohet dhe të ecë përpara. Ne kemi një situatë ku çmimet janë rritë, dhe kjo Kosova duhet, dhe kjo fushat, dhe 7 qershori, ka të bëj pikërisht me këto tema. Pra me temën e rritjes së çmimeve, me temën e ekonomisë, me temën e shëndetësisë, me temën e arsimit, me gjitha temat me cilën kjo qeveri nuk po mirret. Pra kur përflasim për stop krizës, nuk përflasim vetëm për krizën institucionale, ju pa aludoni edhe tek rritja e çmimeve dhe tek krizat e tjera. Po, qashtu. Tash një krizë çka është e vërteta, është që një krizë politike, e cila ka emër dhe ka emrin Albin Kurtit, kjo krizë politike është shkaktuar dhe është shkaktare e shumë pasojave tjera të cilat i kemi ne sot në Kosovë. Pra kemi një rritje enorme të çmimeve, të faturave të rrymës, të naftës, të gjitha gjërave ushqimore. Kemi një krizë në shëndetësi, ku mungojnë ilaçet, ku çmimet, pajisjet blen me çmimet